Thrasin malet me piskam, o 30 kre... 30 tha, a 20? 10.000 hongre. 10 hongra. 10.000... A ma veç fat. Allah. Jakub Feri urna? Qa Jakub? 30 pa that. 30. Dhe mas të këmongar asë një. Jakub Feri shumë, respekt. Jakub Feri mar ku je, thrasin malet me piskam, e u 30 krena o i ke Ti nuk ka dalu në pënisi. Mirë mrama popullin gullë në kredit, popullin gullë në politik, popull që se sënë qitë një fundin e mujit prej shtrejtimeve, popull i cili s'di shka me thonë se bashkë me juve dhoni jam që të sëmë përqesën punë e mujtë. Mirë mrama, jeni me emisionin në Breaking News, emisionin 106, emisionin me... Ta mora. Aj, gabe. Ajt. Jepja një graflan me sa shumë e ka qepë. Qërë që ka Jemi në qepë. emisionin 106. Gjithsesi duhet ta themi që jeni në emisionin ma të shikuar men, se që kjo setër s'di shka mu pas ka zgot, po duk na si do fëmijë që jo ikin mond. Jeni ma të mirët. Këto do është të ta them. Edhe jemi me emisionin 106, me emisionin ma të shikuar men, normal që na këshyrin, normal që na kopjojnë, e këtë ata që na kopjojnë, ne i dashurojnë. Ama na... Ata që na kopjojnë, na jemi njëha për para, do më ju që jini, tu na kopju jini për mas, do më të botha jonë. Për të shumë për mas, Se ka blerimi ato në kongën, të jetën. Du më të tërguni, se ti ki qef kësi, adin kësi... Ha, e nisi me Barcelet, okej, shumë, me pëlqenjë Barceleta. Ata preke i fakt mikrën se i gjejga. A di që ka Vadilin, falë Vadil, një sekund leja ma. Po, ti pa e A marë. di që për shemull, kur je, mos e luj kamerën, heq. Për shemull, qohesh je ty lyp diçka të shpia dhe tak im shën, në qitë moment, me bo më t'i kap dur dikush. Më t'i kap dur, tranohesh. Pasin të t'mja Se ma. do t'mja bo kres, fak, që t'u t'ka percent. Shkem mja bo kres, fak, ha? Pisi A që aty në qysh kur të rësh, më t'a kap durën, dhe më dhënë është në shërt. Paja bo, am shart. Fa fjallë kena kaptylli. A e dini publiki dashur shka kaptylli, më falë, kaptylli, a e dini shka? Kaptylli unë e di. A e dini ti kamerman shka kaptylli? Si no, Blerim ti kaptylli, a e dini shka? Qa zem? Do më thonë, a e din djepat që janë kështu edhe tani që e kanë një farë mbrojtse kur të rëdzohet beba me smera me ftyrë? A drunin për E a i një? drunit e kryti thënë kaptyll. Kaptyll. Kështu që po shkojna me... Kaptyll. Jo, na po shkojna në rëtsomës, po... Me bashkon e ti, po pëtregojat në gjarjen e ati hoxhës që kish pa andër. Hajde. Publiki dashur i shkon një hoxhë edhe kish pa andër, edhe zakonisht andrat i kishin dalë edhe shkon hoxhë. Lepe Groplanin, vëllë. Jo, s'ka lidhje fare Groplanin. Qa mu kalëzë, mu me vëllë kalëzëj publikut se në rokopella tuja që një jeti ku mësua vëllë kalëzëj publikut. Edhe ai hoxha, kogja i shkon publiki dashur, i kishin dalë andrat edhe peshe një andër, ama thatësinat kohës, ushtershin, bunarat, s'kish uj, peshe andrën, një farë lumi të ardhë në përkaton, ama tull një farë plak edhe për thot, vjen kë uj, ama me s'ga bëni me pi uj në atë lumin se këtë këni mu më vë budal. Edhe kjo që i mërzet shumë. Grus për thot, qarës kam, pa dalë mi o kalëzu, po ka të narve se e pine, bon, budal, i mledhi, për thojnë, ata, hoqë, vëllaj, fort ke folle, këtë njerët kena besova, që tash, që kja andra me ujë, në dyqysh, kur mas një 2-3 dite, ytë lumi, vëzët ujë. Tja nisën krejt me pijetën, për njani, këta këqërë, për në Balkan, tja nisën krejt më bëbu dalë. Tunajt me gru, mas një 4-5 dite, tha, oj gru, e pim, tha dhe na ka pak, tha se, s'pujetoj ka me budal. Nuk qëndrohet, tha me budal. Kështu që botën e kanë ko... A e ka meritu, po, pi, ravim, favim, kevim. Botën e kanë kop, ata që e kanë pi ujnë. E vërtet është Vadil,
Apo ma lejen edhe mund 2 minutë që më ta kallëzun, 2 minuta është e gati. Ja, 2 minuta në po shkaj po kry në i Ja, punë, deri është me sa... rëndësi, është me rëndësi. Që po dalëm në agroplan që të ta ja. Për shembull, për para. Më kallëzaj publiku, shumë kallëza mu. Jo, s'kom nis me kallëzu alos, normal që ja tam qesin groplan. Vleri mi vja agroplanin se Për publiku para të mja ka kallëzu. pas marifet, edhe njerëz kanë bo kujdes në raport me shokun, me njerëz, me familjarët, me... Po. Publiku Du më ta tregu nja 2 miq të mirë, si bie fjala unë e Fadile. si bije fjala më falë, një 2 misht besara. Edhe njëre për men si bije fjala, si dy bije. Me që të shumë loge, vazhdo. Kur të krysh? Nja 2 shok të mirë, ama shok jashtëzakonisht mirë. Si bije fjala në vjetoni? Si bie fjala unë dhe Fadili, mos ndërprej. Njani prej tyne kish punu shumë me biznes edhe kish hec puna mirë shumë. Po njanit, jo. Një mëngjes të bukur qohat edhe luthet më mi gjetë do pare hoa, sepse, shëndet, Shëndet të mestarinë, shteshë. edhe më mi gjetë do pare hoa për shkakun që du me fillu një biznes. Edhe normalisht si shok të zemrës ja gjenë paret. Fillon biznesin dhe donë zoti edhe i hec puna mare mirë. Bëhet një kapitalist i vërtet, po në ndërkohë shoku që ja kishte gjetë paret, ati nuk i shku në senet mirë dhe deshtoj me biznes. Një ditë pas ditësh, shkon të kompania ti edhe i thot, kështu dhe thot, mu punë që më kanë hecë mirë, këtë që ja kishte gjetë paret, thot edhe du mu më angazhu në punë, se kam nevojë edhe unë, mi majtë familjen, mi majtë nanën, babën, ishte i pamartu. Edhe ky shok i thët që punë për ty s'kam. Dëshpërohet edhe në dëshpërim e sipër, si çdo njeri ka nevojë me fol me dikon edhe me diskutu, vrapon të një vajzë që ky e donte shumë. Thët, të ndaj rëfimin me te. Në rrugë e sipër, ky shoku që ja kishte gjetë paret, sa afrohet e vajza i shfaqet prapë, thët, jo, thët se këtë vajzë e kum da për veti. Po ndodhin gjërat liga. Hajt. Ditë pas ditëve, takohet me një plak. Edhe në muhabet e sipër i thët, kam nevojë për më mbështet, më ndihmu, thët, jam vjetru. Kur shkon të shtëpia ti, ai kishte pas pasuni. Me kalimin e kohës, thët, dëgja unë s'kam kërkon këtë pasuni, du më ta trashëgu ty. Edhe ja trashëgon. Kthehet kënë stadin aty ku ishte. Mos ta zgjas, një ditë në market, Fadil, e takon një plak, thët, po të shoh që disa herë në market, thët edhe, je një burr i mirë dhe i ndershëm, e kam një vajzë për ty. Okej, bëhet ky smet edhe martohen. Po ndasëm, e thirat shokun që i kishte gjetë pare hoa. Në ndërkohë e merr mikrofonin edhe del për audiencë, thët, i kam një 2 fjalë, mi thonë, sepse kështu e kam një histori. Thët, si me thonë, miku im Fadili, kur ishte në kohë të vështira, unë ja gjeta paret për me hap një biznes. E hapi biznesin, i heci puna mire marë, dhe të unë shkova me kërku punë, po s'u më ofroi punë. Shkova të vajza që unë planifikoja me kriju familje, edhe ato thët e marë. Thët, sonte kom ftu në darsën në time. Edhe, normalisht, miku i tje ka mikrofonin dhe të dhe unë i kam një 2 fjalë me pështu nderin tim, sepse është, më ke qitë para aktit krim. Okej. E merë mikrofonin, thët, kështu, thët, kur ke arë të unë me lyp punë, unë ta kum njoft karakterin, e kum ditë kush je. Kum mendu për një moment më talshu pozicionin tem që ti me marrë me menaxhu firmën. Po e kum ditë që ti se bën. Thët, qaj plaku që ty ta ka dhuru pasurin, thët, unë e kum marrë, kum bisedu me të, ja kum dhonë paret, thët, dhe e kum shty më ta dhonë ty pasurin. Thët, e atë vajzën që ti doje ta merje për gru, aja nga aspekti moral nuk ishte për ty.
Thëtë unë erdha dhe thashi, kjo vajzë është e jemja. Se duke të njoft ty, thëtë nuk e lejova një gjotë të tjilë më të ndodhë ty. Thëtë aja plaka që ti e takoj e në market, e kam negociu që vajzën ta jep ty për gru. E ketë këtë tregim, Fadil, tregohet që njerëz sot janë bo prioritet e kanë interesin. Prioritet e kanë mëre mu kru dikon, kujtojnë që i peshtin dore në gjep, mi dhonë diçka. Ato që ti e tregove, unë mëzite me tregu këto, sepse janë sene që tregohen e rrefime për ka të vërteta në këtë mes. A e zgjati pak, a ishe mirë? A ishte? Mirë, ne ka, nejse. Publiki jonë i dashur, jetoni... Me siguri që të ka pëlqyë dhe ty, se më ke të gjumë me vëmendje. Do ma bili nëse më i me u shprej, komplet mërnica më ke bo. E vërtet është, për të vrej, se nuk pëthu me shaka. Po provën me kesh, po... Kush tha me shaka? Ja, pëthu, vërtet pëthu. Publiki dashur e keni qelë frizderat, të ditë se më duket të frizderat të nja ka njës me angër hargjin. Frizidere o ka hanë. Shumë njëri materialin se ose e në shtrejtu sendet, ose ja ka njës që kërë me angër hargjin se s'ka tjetër. Apo ju ndodhë edhe juve publiki dashur se e ka postu dikush Facebook këtë, ka thonë që kë frizidere jam ja ka njës me angër hargjin. I ju vëlloj nuk ka të angër hargjin, po... Edhe është trejtu edhe po blejna ma ka pak, tani me bo me angër ka pak, ka 2-3 herë fëmija mu qurë natën, edhe ka pak me prej krishderë, kur qurë së ba, s'besën që e kanë market. Tani villë borë ma ka pak. Me të lidh jetën me atë tregimin se po lidhët shumë kë puna e interesit financiare dhe që thotë ti e në bo njerëzit të këqyrin veç si pare, me bo qëto që me u krua, ke po fap menojnë që benzerë ku letën, me njerë drejtuhën. E kemi materialin e Ferrarit. Po, pa gjithë. Lëshu o blerim materialin e Ferrarit? Shikoj pak të. Makina më e shtrenjtë në koleksionin të ëndës. Ferrari 812. Po, sa ka kushtuar? Po ajo dihet se sa kushtohet, po ta them 812 që dihet. A mos sa shkon Po tani? e kalon gjysmë milionin. Është më shumë se 500.000 euro. Po. Kush do ikë goca? Përftyroj pak, sikur po del një takim me një makinë gjysmë milioni euro, por sa po fik motorin, nuk e di për çfarë flasësh. Është ironike në fakt si në shoqërinë tonë, makina ka filluar të vlej më shumë se shoferi. Nëse përdor shkëlqimin e makinës për të mbuluar atë që të mungon si person, ti nuk po kërkon nuse, po kërkon një spektator për pasurinë tënde. Dhe spektator do gjesh që duan të përputhen me pasurinë tënde, por jo me ty. Në Bibël, te libri i fjalëve të urta, thuhet se ka njerëz që shtiren si të pasur, por nuk kanë asgjë. Dhe kjo është pika kur pasuria jote bëhet e vetmja gjë që jep vlerë, ti praktikisht nuk ekziston më pa të. Nëse parat janë ngretë për yt, mos u habit kur të kapësh dikë që ka uri vetëm për portofolin tënd, por jo për shpirtin tënd. Pyetje që kam për këtë djalin, por edhe për këtë që mendon si ky. A mendon se po gjen dikë që të do, apo thjesht po punson dikë që të shoqërojë me makinë? Më shkruaj më poshtë, në zoti të ka. Për ata publiki jonë i dashur, ky materiali u lëshu mas tregimit të jetonit se u lidh edhe me i thonë jetonit që fatkeqësisht ato tema që e diskutove edhe e tregove atë ngjarjen janë vetëm në për tregime sepse bota ka dalë për vinglas. Një me Fadil, anive që i ra Amerika e Iranit. A Irani, a ditë që i ra Irani Amerikës të thira? Po. Se na diskutojshëm kush ka mira i pari. Një me Fadil, se ti je edhe një si mirë, i rrëthama. Po. Qa ta mërmena për këtë që të farë ma veti? Se ty qysh po flasë me juve shikuz në Roma, sikur me konë mësafer të ju, Kulla po bojna. Në shënja zonin lirisht merë një kikirika. Edhe na nuk e komplikojna shumë. Do më dhe e thjesht zojna që më na marrë vesh, abdin. Se Fadili e ka një lavë mirë dhe të svikeni... Sui, generisi, që t'ja nishëm që shtu juve vi që të rollavëm. I kini lodhë njerës, i Po kini juve lodhë. i kanë lodhë. Jo, ma abet, mi ka alëzo për shemë, qka po ta merë menja ty, Fadil, qa o ka bëha që atje? Proksi, moksi, huthit,
Proxy? Brexi, Brixi. Qa zemon e divish kur të montojna për shembull me 4K, Jo, e morëm një proxy- material e di, bre, Po, shka po proxy, këtë po, proxy po, të vogël. Do ma të mbështet si të grupet vogla që i qëtë. po. Shive, shka të ndodh, atje të ndodh luft. Që to pe di. Edhe luft e keqe, fort e ramë. Po, është një san interesant sepse njerëzit nuk e diskutojnë, sepse nuk këtu Le, se diskutojnë, unë për ta lypi menimin tanë. unë për mon qka me naj. qa Më me këtu nende? të u bo më abeti financiar. Të qaja që kem pak më herët që folë, ma ideali ka thonë, unë e kam kerin 500.000 euro, aja i tha me njerë vajzat cili po shkoni me këta. Jetën, këtë është punë të ekonomia. Ekonomia, do më thonë, në varët, shumica e botës në varët prej vendeve arabe, energjia, nafti, aja kjo. Neve ka pak edhe na pështjelin këto, apetin i rrejnë, i stërngërkojnë. A i nafte atje, a din, prime kam, a i nafte atje që thojnë, a i kërfuz, mërfuz, a i anija 25%. Vjen të na i nafte. Ngushtica o Jo, a i shkën për Kinë, për Indi. Vesh për Azi, kryesisht. Këtu, si të qohën këto kompanitë të naftit? E kanë po që kërfuzi, mërfuzja a mbyll, sa ta kanë bo naftin? Halo pa i ra dhe o ftyrës ati kahmejn. Kahmejnit, naftja ka këci për pjetë. Halo pa ju krytë shtatat besh kur u rritë për 50 cent nafti. 50 cent nafti. Po, ma bre mos e nëzirë se Prit, du bëse pështin, prit. Na, pështin, po lepe. Prit se e poshtë që s'po të singrën. Qërë Fadil? E nga më pak të regoj. Nuk më interesat aja shumë, sepse publikun tonë, vish pak të regoj. Dyja jam flakë. O hiq, do më dhanë, mu po më interesan dhe vla mi u kalëzu publikut tonë, se edhe atje ashtu ndollë luft, edhe kjo që ka të bëjë. Qka se prish Ramazanin, agjerimin, qka se prish? Po i me kërku qorbën pa hiri se prish. Kështu që e bëjnë grata? Po, adin... Shëja vlerim kallë, ti kallë... Shëja qaja vlerim, qaja këshëre. Hu që ka thonë? Gjatë agjerimit dhe nuk e prish agjerimin. Shije pak të vitin fakt si përgjigje do të surprizoj. Atëherë duke qenë se gjetën, e vetme gjë që mund të hajë njeriu në Ramazan dhe nuk prishet agjërimi është dajaku. A e more? Selam aleikum. Më pëlqen kjo Aleikum hoxha, selam. online fakt sepse është mjaft popullor, por mbërët me ndër Jeton për dajakun. mundesh me hangër dajak në Ramazan edhe se prish. Do më nëse je agjerushëm, po zakonisht nuk duhet me hangër dajak se kjo agjerimi është me kanë i qetë, me kanë i kulturun, me kanë në paqe me vetin, me njerëzit, me përshëndet, me kanë i botë, dhe më dhënë, agjerimi nuk kanë shbiq me buk, po edhe me lanë pak nervozën, ka plët sene që lidhen me agjerimin. Blerim, a ka mundësi pan tërbaza më kalëzu në cilin minut jemi? Jemi në minutën e 90. 19, a? Po. S'pedi blerim, sepse kjo materiale është pak i gjatë, po, ne do shkojmë me partnerin tonë zyrtar Korona Dentin, pas ta i shkojna me marketing, edhe se jemi vazhdojmë. Publik, mos e ndroni kanalin, merrni fara, kikirika, tash është mas iftarit, koha, dikush ka shku në xhami, dikush i falë taravit të shtëpia, ju qeni para ekranit, mos në ndroni se ka gjëra interesant. Blerim, hajde, shkojmë dhe në Prishtinë këdal. Nëzirë në ashtu për mas, përsheni meq e Mikesha, Korona Den, Prishtinë, Dardani. Qa ka të bëj me shëndetin oral? Dhamt, telat, mindreq, të doktor Shefkihoti, me një staf fantastik, në Dardani, veç i metet me shku, e që besa dhe qmime të arsyshme. Se gjithë ka jenë hypë qmimet. Do të me lypë edhe këtë pjesë. A shtrejtu nafta? O shtrejtu nafta. O shtrejtu nafta. Respekt për Korona Dentin Edhe te e thirë dikon më t'i qatë të drutët 30 euro. Pse? Se nafta. Nafta shtrejtu. Po, se e din që Se nëse... brebira sakicen me nafte i Jo, se njerëzit e bëjnë matematike, nëse ti e merë motorin, do të mi ble naftin aja kjo, të ma... Zingjirët e motorët e... Mi sprej, aja kjo, shkojnë me marketing blerim, na deri që të merën vesh kush pi prej në druntë. Njerëzit kanë nejnë me udë, ti tha amit 2 minuta, 11 minuta, se pas ka njësë emisioni, nasën po mere me vesh me vlo shqip.
Shqip. Që këqyre, ka orë kryetari i Shqipërisë, Po. televizioni Alsat, gazetarja Jon Lumja që besoj që flet fort mirë Shqip, ja ban pyetje Shqip, Bajram Begi, a ka Bajram Begi? Bajram Begua. Bajram Begi, po kjo politika. Shumë atë. Jeton, e në qëtë në dëgjojësën edhe ngonë për krimin. Hajde dhe këshirë. Që? Pyetjen e radhës reporterit nga Alsat. Fatlume Dervishi nga televizioni Alsat, pyetja ime është për presidentin e Shqipërisë, zotin Begaj. Zoti Begaj, patët dhe do të keni gjatë ditës së sotme dhe nesër takime me faktorin politik shqiptar në vend. Pyetja ime e parë është pse nuk e patë arsyeshme që t'i mblidhni në një tryez faktorin politik shqiptar, dhe e dyta, të diskutohet edhe për çështje të cilat sapo i përmendët dhe çfarë mesazhesh uniteti përcollët në këto takime, duke pasur parasysh se edhe në raportin e eurodeputetit Vajc përmendet diskriminimi dhe pabarazia gjuhësore në Maqedoni. Jetëm, respekt Lume, faleminderit. Jo, shife Blerim, ka shanse dhe aja, po unë po të tregoj një diçka. Për shembull, nëse do ishte Bajram Begu, ju ka prish vetura. Tuar kënena, për shembull, i ka prish vetura. Edhe gazetarët, për shembull, ose unë, dale për zotri Begaj, ata ka lëshu kfaqila, a pëdik, me një që s'ka punu a roqni, adin tash qka, për shembull, ishduf më njitë ato, se kfaqila, adin, injerto, rikfert, para pa kolpi, po si marrën vesh në ato, injerto, shkon rikfert, so, a pëdin, ik hamburger, po, a më kjo e pyti shumë, kështë do në Shqip e pyti? Ja, unë ati gja kisha për Shqipjen. Bajram Begaj të ngu. Ka funi. Mëre kjo Shqip për përë. Qa përë din që ka Shqiptarë në Mazdonin e Veriu. Ja, nga. O Bajram! Bajram, ja orë... O Bajram! O Bajram, Bajram, ja orë vishë ke bo kalablak për ime, edhe na ashtu kina kalablak të të lutën për ime kam loqka. Rika shpija ju. Rika shpija ju të që të sësë. Bajram, po të thamë më. Bajram, më sajde, edhe i për ime kam më sajde që si njës do krytar shtetës. Ngëm, hajde për Bajram. Ma se vinë edhe kërë veçarë, të dhe Bajram. Edhe mërvesh shqiptarjen. Edhe Safe City. Ajë të shku udhës. Mara ata shqip po fajlë shqip. Ajë po voja nga starja sa mija. Shqip, mara. Se Macedonas... Po Macedonas jemi, pëse Dakor. Ne jemi shtetës të Republikës së Maqedonisë dhe ky vend është i joni. Dëgjëm. Dëgjëm. Kite drejt ti që ka po thu plëtsisht. Problemi është dikon tjetër. Ku ma problemi? Vetëm kur vjen presidenti i Shqipnisë dhe i Kosovës, me që jemi të njëjtit nacionalitet, të njëjtë komsi. Në dhënë, dohet me pas kujdes, se kur vjen presidenti i Kosovës. Allah? Edi? Valla Bajram Curi ka dalë gjyllës, jo mërë, kusha ka mitë Cokoli. Po libe se type në ka di qotëp, se me pas di Ama këta shaharë Bajram Cura, Bajram Begja, kusha? Po Leo, po mos bajkuar, kërkojmë falje, po mos hajde ma, thuj. Me pas ditë qotëp, e qëpën, a i kur mi dolis. Thuj mos të vjen ma se po ban kalablak, për i me kam edhe ashtu kur fardikimi s'ki, edhin vjen zatetësh me kryetarët partive politike shqiptare, kush ngon ka shozotin këtu për i me kam. Jo, më do. A i nga s'pengujnë në një tjetër? Kush e Bajrami? Jeve shok i tina. Mëtra Bajram. Shok i tina i ngusht. Bajram që ja kelon seri bre pusit morë. Jeton, na jena me këtë gjendje jemi pikrisht për shkak se nuk ja kena marrë qëtina njeriut fjallët për bazë. A shkojna pak me një njeri të menë që... Po që nuk shkojna me njerë. Shkojmë pak me një... Edhe 2 herë shama se kja shkojnë shtetë. Ka di madhë jam të i të lutë, se jemi më ka futë. Unë që të lutëm jam shqiptar, a ke kohë pak me ma varë. Te ky glob që rrotullohet ashtë dhe toka e shqiptarve, zëtë pash nërin atë kujtohet ku i kam trojet e të parve. Zani zotit bubulloj, unë i vetëm maj këti kepi, fatin tamë s'mund të zëtroj lype dreshin të nërvedi.
Zoti i madh jam ty të lut se jemi më ka fut. Unë që të lutem jam shqiptar, a ke kohë pak me ma varë. Te ky glob që rrotullohet ashtë dhe toka e shqiptarve, zot pash nerin atë kujtohet ku i kam trojet e të parve. Zani i zotit bubulloj, unë i vetëm maj këti kepi, fatin tanë s'mund të zotroj lype dreqin të nërvedi. Qysh me gjithë dreqin që në ka dekdis në paramendove. Deri sa jem të gjiru emisionin sepse po të regoj... Sigur të ishte dreqin njeri. Po njeri. Ja, në fakt. Njeri, pse? Në formë të njeri ta. Pse as pisha? Qysh nuk ishtë duk? Mosë më kujton plot. Mosë më kujton plot edhe kesh të hangër, mujna me hangër në i padi. Mujna me hangër në i padi se e kena bon dreq. Me kon dreqin njeri. Jeton zogjon, ma e me diçka. Ne jemi këtu dekdis, 3 vende, do më thonë, një lajmi mirë që e diskutum, nuk e kemi pjesë të emisionit, është lajmi për që ma dërgova atë dokumentin për pjesën e Luginës, Presheves, Bojanovcit atje. Që është pranu në Strasburg, gjykatën e Strasburgut. Në gjykatën e Strasburgut a pranohet si land, apo? Ajo bilemon është me lexuar të pak. Do më në gjykatën e Strasburgut është pranu si land, më duket kjo që po i pasivizojnë adresat. Do më pja merë njerit token, ne kemi cek që dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po tash u bon kje farë lufta atje dhe e kam pas me pregatit një farë dokumenti për mbrojtjen e preshevarëve. Ne ju thojna preshevarë, po është gjithaj regioni atje i Kosovës lindore. Kështu që ne nëse se gjejna dreqin në dërveti, derisa ne jemi të e gjiru emisionin, sepse gjatë Ramazanit, emisionin e kemi gjiru edhe për shkaqet të udhëtimit të jetonit edhe çështjeve që janë lidhen me iftarin, me ato, sonte është e ejtë dhe në Republikën e Kosovës dështoj mbledhja e parë për të ndru kushtetuta? A do ishin me ndru kushtetutën jetën? Kosova? Po... Për me zgjedh populli presidentin. Po, ditët që... Deri në ora 12 natës sonte, e ejtë, ata duhet ose me zgjedh ose me shku në... Në zgjedhje, po, në zgjedhje. Ta shojmë ditët vazhdim, deri që tunën ta shojmë shka po bëhet, se nëse dim. Që shumë kanë live e këshumë ditë. Hap do me thënë sfadel në rrugën drejt gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut pranohet shqyrtimi ankesës lidhur me pasivizimin e adresave të shqiptarve në Luginën e Presheves. Edhe Kosova i dështoj një mbledhje për la... Pasha sot. Këra unë e Kosovës si më të javojt gajlën. Gajla momentale. E shqiptarve? E ketë shqiptarve. Ashtë Dohet me kanë Lugina. Me 2 fije men, kush i ka, sepse edhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe shqiptarët e Kosovës, edhe të Shqipnisë, po më doket kjo zalamahia që e bojnë prej, ma shumë prej dëshirës për pushtet se sa që menojnë shumë për interesa individuale. Atje është situatë krejt tjetër, është rrethon krejt tjetër, atje njerëzit jënë ka vuajnë për sene esenciale. Në momentin që ty ta merë adresin, ti je njeri pa adres. Për para, ju kemi thonë qergash, s'ka adres, s'ka. Në vendin tënë, në shpinë tëne, në token e të parve tu, në trollin e babes e të babgjyshit të stërgjyshit. Qohet që është e gaj plaku një kam shtremq, o një kam dredh, edhe ta hjek adresën. Në momentin që ta hjek adresën, ta merë pronën, kur ta merë pronën, ma ti je qergash. E këta këtu, edhe ata atje në Kosovë, e ata në Shqipni, krejt prej qefit e kanë vish me trash 9 milion ma shumë. Shote e ba serios. Të më këput, sa keshtë të dvejt për shfaler, ka për kësisene,
ma prishe këtë filmin. O që azem, a kena nëj... Na e dojna seriositetin për Jo, shvalera. di, ama a kena nëj kundërajror na që azem? Blerim, a kem kundërajror këto, a? Ata topët që janë që i kalon turku. Ata kanë zej shpejt një Barcelona. Shumë të bukër e këmë të gju. A i ka topët që aza? Që. Një qasti topë që shumë është e kaloja shkupit. Sa kish dojnë televizori edhe kishar me një familje shqiptare në Kosovë. Televizori Bardhezi, një parasit. Shpejt. Bardhezi televizori, asi televizora me bark, trash që në konë. Edhe për fat, ditën e parë që kam ble, shfaqet një film Partizan e Gjerman. Gjerman të vinë, Partizant më nuhen me dhejës tupin. Një unë e kish kap një farë shkrejp, se të këne jeshit, e u më nejke me dhejës. Krek. Po të njëjtën ko bike shi, shumë në film, shi, po dhe të njëjtën ko në fshat ku e kish ble televizori më bike shi. Ta shka ndodhë? Kable antenës, që jenë konë antenat për para, kjo është në gjallë e vërtet, e kanë thy pak silanitin e kanë qitë në altë për me qitë antenën. Kur ka njës me ro shi u ka hi ne për mes kables edhe kam rinë televizor. Këtë të rak edhe e stopin këto, i më rinë ujë ne për mes kables e ti që televizor. Kakao! Ne ka i shi atë edhe shëqër që zgjujt edhe njerë se patë më nejtë. Patë me... Po, u që mëntova. Shëqër, dha, që sra, që e noli që thash se patë më na morë në qafë. Kështu që... Blerim, na po shkojna, është një ngjarje shumë interesant ka ndodhur në botë, në Shqipëri. E të vëllaj. Do me thënë, në Shqipëri ka ndodhur, se zakonisht kur folëm me jetonin për këto punë të shfalerizmit, për këto këto materiale janë teki që... Hajde ta kështu një grush, ka i kishë ndodhë një mundohë me pak mjavë spjegu se ka shansë edhe që se merë një vesh pak. Jo në kuptimin që se merë një vesh, po... Jo, po është e këpët materiale. Më pas një muaj, paka shumë, më vjen një mesazh, po më erdhën aq shumë mesazhe se ne kemi dy shoqëri, ai shoqërinë e sportistëve dhe kampion, siç e dini, kampion me eksperiencë, edhe ka një shoqëri shumë të gjerë, edhe në Turqi dhe në Shqipëri, por edhe shoqëria ime, dhe filluar mesazhe parfund dhe unë nuk arrija t'i lexoja gjithë. As që t'i falenderoja për ngushëllimin, pa mbas një atë kohë nuk e mbaj mend, por ka qenë po e lexova dje me sa 25 prill, prill. Mars-april, dhe shikoj një mesazh shumë të veçantë. Zoja Linda, ngushëllime për humbjen e bashortit. Unë jam një mike, do me thënë, arkadash turqish, do me thënë, një mike që kam hyrë në jetën personale të tij, që kam marrë pjesë në jetën personale të tij, që do thotë kam pas marrëdhënie më të afërta. Unë fillim ngela një herë thash kush merret me këto, kush e di kush do jetë, mos është ndonjë që do të ngacmoj ose se nuk ishte era parë për mua dhe ngela. U mora se kisha mendot kesh 2 muaj që ka ju kur bashorti 2-3 muaj sa i bie një kohë shumë e shkurtër, dhe në momentin që isha thash do ta shikoj dhe më mirë në darkë kur të kem kohë. Në darkë ushtriva. E pash mirë 2-3 herë lexova, tash ti nxora kuptimin. Ja bëra drejt që ta haj çati bëj se nuk dua tash unë dua të jem etike. Në fundit unë jam edhe që trajnoj për temat e komunikimit. Specifikisht, kam 20 vjet që trajnoj në Turqi. Tash në komunikim duhet një përgjigje, sido që të jetë. Dhe mendova, pyeta djalin, thash si është kjo zonjë, njefti se të djemtë e mi, i vogli ka qenë sportist i Jati, dhe të gjitha shoqet e Jatit i njeh se kanë bërë shërbime bashkë. Po tha mami e njoh, tha, ajo shumë e mirë, tha, është grua e mirë, tha, mua më ka ndihmuar, tha, më ka çuar në shtëpi me makinë, diçka e tillë, ka qenë zonjë mami. E u qetësova, tash nuk është nga ato ngacmuese që janë ekstravagante, që duan ngacmojnë këto, po thash nejse, i çova një mesazh. Për momentin jam e zënë, kur të kem mundësi, do t'ju njoftoj. Ndejta kaluan muaj dhe pastaj erdhi 6 mujori. Në momentin që erdhi 6 mujori, do po përgatisa një si tip përkujtimore, që janë ato adetet që themi ne, thash pse mos e çoj një mesazh dhe kësaj. Tash thjesht është edhe etik. Se edhe unë fillova të qetësohem nga pak. Ajo erdhi me kënaqësi dhe madje kur në këtë kohë erdhi më gjeti te bregu i detit e një klub sportiv, aty e bëm, se erdhën sportistët me biçikleta nga trajnimi sa me pallona të shkurtra, me të mbathura sporti, me kanatiere, me djers. Kështu që u bë shumë natyrale
ky përkujtimi, sikur madje ndia vetëm sikur ai ishte aty me ata sportistë me kanatere me ngjyra. Edhe kjo erdhi, mirë se erdhi, thash. Do një të dashur të ti. Po sa gjë e bukur është, për shumë nga një moment, mendosh, çfarë i bëri? E vrau, e theri, e mori borxh si tjerët. I kanë marrë borxhe, i lexoj për ditë në ditar. I mori borxh jo. I dëmtoj fëmijët e mi? Jo, përkundra i merr me makinë, i çon në shkollë, i çon atje për aq kohë sa kanë dhënë bashkë. Çfarë i bëri? Çfarë dëmi i bëri? I dha i ushqiu shpirtin. Po mirë, se ajo ka ndikuar dhe për shëndetin e tij. Pse mos ta mendojmë kështu neve? Prandaj është unë me këtu dua ta theksoj më tepër që këto lloj ngjarjesh duhet mund të jenë romane, mund të jenë gojdhëna. Këto janë, ajo më bëri mua që unë ndjeva më mirë. Ua, thash, nuk që nga vetëm unë. Kërkova hulumtova në turqisht. Që për ta kuptuar çka ka ndodhur, domethënë kësaj ka dek burri, edhe prej Turqisë ka shkruar një gruaj ka thonë, unë me burrin tani më kanë në lidhje dashurie. Ja ka marrë fëmijët, ja ka rrit, ja ka shoqënuar, po kjo po pe arsyetën në fund ishin bo shoqe, i ka thonë pse kjo po thot pse be vlla mi këshir këto punë si të këqija, domethënë na ka ndihmuar, i ka rrit fëmijët, i ka marrë anë, ja ka kënaq shpirtin, mos i ka marrë borxh gjë sene. Vallajve, a? Janë tema të fadile. A, vlerim, a jemi tu ndëgju se e kom rëdzu këtë farhaletin, apo dëgjojmë vlerim? A po e sa mirë, që gruja, tak, Gruja saj. Këshim pas vetë njerë bubrecin, milingonën. Bubrec, tha, pse ki kryte madhë? Tha, se jam i meqëm. Tha, pse ki belin e hollë, se ma kujtove? Pse ki belin e hollë, tha, se jam saj. A pse tha ki bothën e madhë dhe për vjetë, tha, ka botha me sëmë prek. Me sëmë prek. E këto pikresht e ka prej ka bëtha, edhe ape asë një Kur të prej ka bëtha, edhe kafsha reagon. Kësërë që është reagon kafsha, kur t'ja prek shdi kanë ka bëtha. Hajde lë shovli. Nimi jam të këmë më shqil. Valla për të shkuna. Ama i ka... Më përime doshë. Qa zemë, është inteligencë artificiale, është të prime kjo? Ja, që kjo është rilë. Kamerman, që më kamerman, ja? A është original, a? E, bre, fa djelë. Ama aja ka prej, shka i ka kopë që të bishtin? Ja ka kopë. Film nërbisht, është koma. Dëmëdhën kofsha, kur t'ja prej të bëllë, dikujna. Ama sa godet doshë, be. Shumë njerë, djemë shumë se më Shumë. A i qani për më përqenë që kësile. Ujku. A ujku është, a? Ujku, që? Ta. Qingjivu. Gëllërin me ndushëm, bë. Bisha dhe të lëhet. Kërë të lëhet. Ama, o vlerë. Ka thonë t'i heki 2 pjullës. Mirë. Me se prek një njerin ka bëha, me se i prek një kom... Asë dhja veta për luft, atë kom vetë, po. Më ke vetë edhe për luft, më ke vetë edhe për... Pas luft. Pas luft, më ke vetë për frigider, që shpreja del mojt, ku më kalëzotë, ma ju në emisjan, po kësha. Vëllohet, problema, po. Edhe doshi kaloj... E tash mas doshi, qa ke provu që të me shru? Blerim, lëshua materialet dhe shep, kjo që ka kena provu me thonë, që ka kena provu, lëshua të një. Hajde, kështë. Coffs Harbour Airport has today installed curved comfort walls. Nale, vlerëviqak, nale të i kalë që jetonit. Jeton, në botë, borku i meshkujve për rritet. Dëman, konsumimi alkoholit, aja, kjo ushqimi pa regull, të sene, vene, edhe burat nuk pëmanë, për shamëll, si kur unë e ti, këshurë, 50 vjetë, për fetë kësa. Bele, që kjo video që e ke gjithë, unë të falenderaj. Qërë? Unë e nga sot e tutje, unë e kome ndërmarë masa urgjente me eliminu të quajturin dikush bark, dikush stomak, dikush... Në onë tek e funit, dyqysh ku mja bo, po me hjekit varë. Predve? Jo, ty je mirë. E si da mas kur pengrej kështë të frime në... Jo, ishtë pengrej, ja, e kena pas një profesora i folke me frimë ngret. Jo, veqe. Jo, po, hajdat. Hajde, qupak? Ja, se edhe unë e do të me... Ama te adin farë të stili kiti. I blenë të mëdhaja të ishat. Blenë të mëdhaja. Oversize. Për shkakte. 40. Ja, shkaj. Kur gjonë s'kena bon, ha? Jo, da kena bon balë. Publik jo një dashër. Po kalojnat e materiali, sepse është shumë e rëndësishme, si shpejt për kalojna, vlerim
Lufta ashtu ndodh, mos besoni gjithçka që ka shihni nëpër internet, sepse inteligjenca artificiale është njëra ndër armët kryesore tash, të cilët njerëzit e përdorin për dezinformu. Kemi thënë që luftrat domin më të madh në botë, edhe luftrave të cilat i kemi përjetuar dhe vetë e ka bërë dezinformata. Po në kohën tonë, kur kanë qenë luftat të ne, nuk ka qenë qa që zhvilluara teknologjia. Lëshoj materialin unë do e spjegoj sepse flet anglisht, do manë videot të cilat janë reale dhe jo reale të cilat ju besoj që i keni pa dhe në për lajme dhe në për internet. Lëshu o Blerim shpejt që ta? Shka tu ka lëshu goja bilbelje goja. Ama 14 minuta. Blerim, Lëshu o kur Blerim. më nga na e prezentu si lajme fështim e Lëshu o real, fake lajme. dy Do manë linë pse gjiu. i krejt ato materialet se kënë 11 minuta. Edhe majme, për 11 minuta. Qka je bo të Qëra, më jeta. shka lëshu goja? Shumë interesant. This isn't. Sure. Fakes are AI. flooding our feeds AI. about the Domand- US-Israel war on Iran. This video got 70 million views, claiming to show an Iranian Ashtë me missile AI. attacking a US Nuk fighter është e jet. It's vërtet. actually footage from a video game. Some fake videos like this one are Do more me thonë, obvious. asë kjo nuk Fireworks është e here vërtet. are out of place. E vërteta Still, është që the qysh, same që video tash, is much more qysh convincing. duket Compare this originali with dhe e the vërteta. photo Që kjo s'është e vërtet, verified, që which kjo shows poshtë është e smoke vërtet. rising, not a fireball. Që kjo And këtu this is real është e footage of a vërtet. strike on a US naval base in Bahrain on Saturday. In the aftermath, a Në post Bahrein on që e kanë Israel rrokë. claimed to show Shifit që ka destroyed marrë US pi Google radar, Mapit but it's satelitin an edhe e ka The image gjeneru. was Që? based on a Google Maps satellite view from last year. And these cars are in the exact same position. We're only a few days into this war. The amount of fake videos and Nëse kjo për neve është shumë e rëndë, Blerim, po vishë mi paralajmëru, e për fund, para se me shku të rjetët sociale dhe të marketingu jonë, jetën a ke dëgju që Qobani ishtë digitalizu, se prej inteligencës artificiale më njëri edhe me qitë sanet mira, ju vëqë kësui për shemëll me bodam. Hajde këshira? Që është shumë interesant, e i runë lëpt pi largit. Që lëshu edhe s'ta Blerim. Imagjino një lop që ndalon së kulloturi, jo sepse e pengon një gardh, por sepse e paralajmëron teknologjia. Po, edhe në fusha ka hyrë epoka digjitale. Shpesh, kur një lop kullot, ajo largohet pa e kuptuar shumë nga zona e caktuar. Për ta zgjidhur këtë problem, është zhvilluar një sistem gardhesh virtuale. Çdo kafshë i vendoset një jak me GPS, ndërsa fermeri përcakton kufit direkt nga telefoni i tij. Forma e hapësirës mund të jetë rreth, katror, ovale apo çfarëdo konfigurimi që i përshtatet terrenit. Në momentin që lopa afrohet pranë kufirit të padukshëm, jaka lëshon një sinjal paralajmërues. Ajo mëson ta njohë këtë sinjal dhe kthehet vetë brenda zonës së lejuar. Pa tela, pa shtylla, pa barriera fizike. Kjo risi jo vetëm që ulë rrezikun e humbjes së pagëtive, por po ndryshon rrënjësisht mënyrën e menaxhimit të tyre. Përmes një aplikacioni, fermerët mund të zhvendosin çdo ditë zonën e kullotës pa prekur asnjë gardh. Si rezultat, toka menaxhohet më mirë. Disa pjesë pushojnë dhe rigjenerohen, ndërsa të tjerat shfrytëzohen, duke siguruar rritje më të shëndetshme dhe më të qëndrueshme të barit. S'ka më këse, oj, Siv! Kthe. Publik edhe inteligencë artificiale edhe Qobanin ja ka marrë punën. Kështu Edhe që sta e pretëm. e pritëm, shka s'kena prit. Unë e maj men, në vetë 2 shkollë mes me ja kom nisë më gju me gurë protesta edhe Qobanin me digital. Shkote marketingu në apo folëm. Jo, e folëm asë nej. Një sekund. Hadin që ti, për shembull, duhet më të shti në UNESCO. Pamina, e ke përjetu Jugoslavin, luftën, shpërbërjen e Jugosllavisë, themelimin e Republikës, tranzicionin 81-82, 7 Të më thonë, ka kim me muë. edhe Qobanin digital e kom e prita. Edhe e priti Qobanin digital edhe aj se ka prek në kuë që qipshe. Favor! O na, publik i dashur, e kena me jetonin e kena pi ujin. E kena pi Do të me arrit emisionin. E kena pi ujin. Do të E me kena arrit. pi ujin e ati hoqë, a pet shka O Norbe, O Jakob. O njeri gjallë, njeri gjallë i binë senet, o vla. Jakob, nejse Jakob. Gjishka rrybin se kam Jakob mirë. o fantastik. Publik i dashur, respekt për Jakobin, për kamermanin tonë, për qazimin, blerimin, gjitha ta djemët të në regji që i prekin ato pullat e majtë mundshme këtë emision. Por mos harroni, me shku, jepja një groplan, jepja një groplan. Me vizitu rrjetet tona sociale Si me i bije. se ke bë subscribe YouTube-in e Televizionit Alsat, të lutëm, shko bëje një subscribe. Edhe zojna i shokit.
subscribe. Kanë të kibe rrethi që atë bënë excepcionali man. Qële blerim, qëre ku e ki? Qëre, subscribe, vi që shtyp që ta, edhe krejt lajmet, krejt emisionet, krejt tona në YouTube ju dalin. Përveç to, edhe në Facebook, TikTok, Instagram. TikTok. Rri, se Marok ju t'ish me najnë televizor. Përbes, unë ju dëshiraj nesër një ditë të letë e agjerim të letë, deri në emisionin që është Trump? Mire pafshin. Apo bëhat kryetarja? E ke qua ambasador, okej. Natë e mirë. Natë e mirë.